Mirë se erdhe Matilda, Mirë se të nga gjeta. kërcimi, nuk e di se sa e lodhur sot. Po që pa dhe të thash, mos kërcej që në gjithë. Po ishte çështje parash. Dhe në fund e mbyllëm ky fat në ra. Ke qenë mirë me të ardhurat këto kohë? Të kanë dalë ato që ka thonë Yzgeni? Zero. Tani, ose ke ti probleme me llogarinë që nuk të kalojnë dot parat, ose Yzgeni nuk e parashikon mirë. Ore, po të them kam shtuar një zero në fund. Do më dhe mishet i ke bërë miliona. Nuk flas. Plot pas. Faleminderit, po pata unë kemi të gjitha, ke edhe ti o koleg. Mirëmëngjes Yzgeni, mirë se erdha. Janë të vërteta këto? Që po themi për peshore? Se di, varet. Flasim me të reja me të vjetra. Nuk e di. O, tani po shtove të zerot, di Çdo vetë. gjë për mirë është, po. Se rëndësi ka mirëqenia, tani nuk e di. Në bas të kategorisë të peshores, varet edhe numri i zerove. Më kupton? Si është si datë kjo kategoria Kemi peshore? peshore të shkallës mesme, kemi peshore milionere, kemi peshore biliardere. Varet sa zero mund të shtoj gjithë cili, por rëndësi ka që diçka e shtojnë. Po e besoj. Se janë të rrezikshme këto shenjat. Patjetër. Ka ndonjë ngjarje të çuditshme që mund të ketë ndodhur për shembull? Ja. Ngjarja këtyre është vetëm çështje pune, çështje leku, çështje E qartë. ndonjë marrëveshje me bashkëpunim, në një gjë që pritet vi dhe po s'ka ardhur akoma. Ja të shohim se Rrugës. tani vjen fundjava, kjo do jetë fundjava pak më e qetë, se nuk është se do ketë shumë punë të mëdha, do ketë më shumë nevojë për qetësi, por do i ndajmë për secilën shenjë se çfarë do ndodhi. Nisi me shenjën e dashit. Shenja e dashit faktikisht të fundjave ka romantike, e ka me përmirësim në çift dhe në dashuri, kështu që do jetë Pas ka qenë ky dashi. është bërë shumë i zjarrt të kohët e fundit. Po pra. Dhe gjatë fundjavës, zakonisht riafrohen çiftet, kanë më shumë ngrohtësi emocionale, biseda dhe këshilla ose një lloj thellimi psikologjik me partnerët, kështu që do e shijojnë më shumë për fundjava në çift, për të dalë, për të takuar, për të gjithë ata të cilët jetojnë veç edhe lënë një vend takim ose vendosin të ikin në një vend. Por edhe në base edhe një udhëtim i shkurtër, pse jo për shenjën e dashit, por mendoj që është një fundjavë thjesht e qetë dhe për të shijuar, pa plane të mëdha apo punë të mëdha. Doja të dedikojnë më shumë realizimit vetes dhe mbi të gjitha atyre që janë çift që do e shijojnë akoma më shumë. Kalojmë tek shenja e demit. Për shenjën e demit, kjo fundjavë parashikon më shumë punë, kjo është më shumë një lloj ndjesie sigurisë që t'i dalin mirë llogarit demave dhe kështu që për të gjithë punët e papërfunduara gjatë javës demi i përfundon në fundjavë, mbase ditën e parë të shtunën dhe të dielën ja dedikon vetes. Gjithsesi është një javë që do jetë më e suksesshme për të ardhurat dhe fundjava do sjellë lajme, përgjigje dhe rezultate të aprovuara dhe të mira lidhur me fitimet dhe parat. Kështu që demët e kanë synim dhe moto këtë gjë dhe qoftë edhe fundjavën do ja dedikonin kësaj gjëje. Nuk do jenë 24/7 thjesht duke punuar, por thjesht mund të jetë dita ku për punët e tyre marrin një përgjigje pozitive, përgjigje, për prona, për nisma biznesi dhe për bashkëpunime. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Të gjithë binjakët të cilët kanë ndenjur shumë në shtëpi dhe nuk kanë dashur të socializohen, këto fundjavë do ja bënin shumë mirë vetes nëse do dilnin dhe do udhëtonin. Kështu që kjo është një javë për të prerë bileta, për të udhëtuar, qoftë edhe në vende të afërta dhe të shkurtra me makinë, por diçka duhet ta bëjnë ndryshe këtë fundjavë që të ndjejnë energjinë e shkëputjes dhe do jetë një fundjavë sqaruese për të gjitha çiftet të cilët kanë situata, biseda dhe ngjarje të pasqaruara. Kështu që binjakët deri diku e kanë si një fundjavë ku nxjerrin gjërat në dritë, ose do nxjerrin vetën e tyre në dritë duke dalë, ose do nxjerrin situatat në dritë të cilat i kanë të parregulluara. Kalojmë tek shenja e gafores. Për shenjën e gafores, kjo fundjavë mund të ketë pak konflikte në çift, ndaj duhet të jenë pak më të qetë dhe më të shtruar me gjërat. Jo konflikte të këqija, por thjesht konflikte për kontradikta dhe mendime të pa rregulluara më parë. Shumë gafore vazhdojnë dhe pretendojnë dhe janë akoma në kërkim të punës që do ishte ideale, punës që do ishte e duhura.
Kështu që këtë fundjavë mund ta shfrytëzojnë për takime, bisedime dhe oferta të reja, por pa marrë ende asnjë lloj hapi, thjesht duke rishikuar opsionet që ata kanë në listë për të parë se cili mund të jetë ndryshimi i radhës që ata mund të bëjnë në karrierën e tyre dhe në kushtet e punës të cilës duan të kenë. Kalojmë tek shenja e Luanit. Luanët do realizojnë takime këtë fundjavë, zakonisht janë shumë të shkëputur, në çift nuk janë shumë konsistent dhe shumë të qëndrueshëm, kështu që këtë fundjavë do ja japin më shumë fokusin takimeve, dashurisë, anës romantike, takimeve intime, gjëra që i riafrojnë dhe i thellojnë më shumë marrëdhëniet në çift dhe mund të themi që do jetë e shijueshme deri në pikën ku ka toksicitet, ka ende xhelozi, zënka dhe mungesa sqarimesh për xhelozit, kështu që luanët aty do kenë edhe takimet, po aty do kenë edhe debatet edhe skena toksike që do i bëjnë ose do ja bëjnë të tjerët dhe duhet të balancohen në karakter, në marrëdhënie me njerëzit, në mënyrë që të evitojnë këto llongjarjesh. Por për sa kohë bëhet fjalë që është në çift, është pak e pashmangshme dhe pak e paevitueshme. Kalojmë tek shenja e Vizhëreshës. Të gjithë vizhëreshat zakonisht këtë javë kanë qenë më shumë të dedikuar për t'i dalë mirë llogaritë financiare, kështu që kjo fundjava do e bëjnë të mundur që të kenë satisfaksionin financiar, ndaj nëse të gjithë javën e kanë ndier veten jo shumë produktiv, puna, biznesi, klientela dhe fluksi i punës do marrë një vrull më të mirë në fundjavë se sa gjatë javës. Prandaj vizhëreshat mund të detyrohen edhe të punojnë këto 2 ditë dhe ta shohin veten më të lodhur se zakonisht, por padyshim që është një lodhje që ja vlen dhe një lodhje që i sjell vrull dhe promovim punës tyre. Kalojmë tek shenja peshores. Për shenjën e peshores mund të kemi mbase kërkesa për ndonjë udhtim, por në rast se nuk është udhtim pune, do jetë një udhtim qefi dhe mund ta bëjnë sërish të gjë. Ndërkohë peshoret e tjera që nuk e kanë në plan këtë gjë do kenë një javë të qetë, një javë ku do kenë bisedime jo me rëndësi madhore, por me një farë rëndësie për të planifikuar plane për të ardhmen dhe deri diku bashkëpunime me njerëz të tjerë. Është periudha ku njerëzit e tjerë do ndikojnë tek jeta e tyre dhe nëse peshorja do i kërkojë një nder, një kërkesë, kjo gjë do i aprovohet dhe do i dëgjohet. Por në rast se peshorët do duan të ecin individualisht, mund të përballen me shumë armiqësi dhe kjo do i bëjë që të zgjedhin edhe ortak apo bashkëudhëtar të duhur për t'i rregulluar këto gjëra. Kalojmë tek shenja e Akrepit. Për shenjën e Akrepit, kjo është një fundjavë ku ka më shumë drama dhe ndarje hesapesh në dashuri. Të gjitha akrepët të cilët kanë një marrëdhënie toksike do duan të bëjnë një ndarje dhe një sqarim definitiv nëse duan të vazhdojnë në një formë të rregullt marrëdhënieje apo duhet të ndahen. Kështu që të gjithë këta që janë në çift dhe nuk janë shumë të qartë do sqarohen këtë fundjavë. Ndërkohë, të gjithë ata të cilët janë tashmë të vendosur që të vazhdojnë bashkë, kjo do jetë periudha e shtatzanive dhe lajmeve për krijimin e familjes, që do jetë gjë shumë e bukur për Akrepin. Dhe mbi të gjitha do marrin dhe një lajm promovimi për punën dhe karrierën dhe një lloj dritare e cila i sjell shpresë që këtë verë Akrepi të ketë punë, fitime dhe një vrull që s'e kanë pas më përpara. Kalojmë tek shenja e Shigjetarit. Për shenjën e Shigjetarit hapen më shumë të portat e njohjeve të reja dhe dashurisë dhe opsionet që do vinë tani e tuti do jenë opsione më të vlefshme me një standard më të lartë dhe më tërheqës për shigjetarët, kështu që pavarësisht llojit të marrëdhënies apo se sa e gjykueshme mund të jetë një marrëdhënie, shigjetari do zgjedhë t'i besojë më shumë kimisë, të eci me instinktin dhe intuitën shpirtërore që e ka dhe nëse një person mund të jetë mbase jo i duhuri në paraqitje apo në paragjykim apo në kritere, fakti që shigjetari do ketë kimi nuk do mendoj shumë gjatë për gjërat e tjera dhe mund të jetë që godet pikërisht dashurinë e duhur duke i besuar instinkteve. Por më së shumti kjo do jetë kryesorja, dashuria që mund të vinë me më shumë barësi, sepse pjesa e punës vazhdon të ketë luhatje, drama ose thjesht skenare në kokën e shigjetarëve që kur do i vi momenti ndryshimit apo a duhet të qëndrojnë aty ku janë,
do jem pikpyetje që shigjetari do i bëj akoma me veten dhe nuk do marri ende asnjë lloj vendimi. Kalojmë tek shenja e Bricjapit. Për shenjën e Bricjapit kemi një lloj situate dashurore deri diku të konsumuar, kështu që dashuritë e konsumuara të Bricjapëve do vinë dhe do rikthehen për një ripërballje dhe një risjarim dhe aty do arrin t'i bëjnë ndarje definitive të ndjenjave dhe mendjes. Aty Bricjapi do vendosi që a duhet të dëgjojë njërin anë apo anën tjetër, por duhet të thënë që marrëdhënia dhe marrëdhëniet që ka kjo shenjë aktualisht janë paksa të konsumuara dhe mund të ketë ende nevojë për të parë diçka të reja apo për të zhvendosur nga gjërat e vjetra. Por ka ende Bricjap që kanë akoma ndjenja dhe mund të rikonsiderojnë një rikthim. Kalojmë tek shenja e Ujorit. Për shenjën e Ujorit, padyshim që do jetë një fundjavë ku do vendosin të shkëputen dhe të shohin të rezinë e tyre. Prezencët e larta njerëzore i lodhin shumë dhe i marrin shumë energji, kështu që Ujori do e bëj vetë zgjedhjen e personave, vendit apo qëndrimit se ku do dojë ta shfrytëzoj fundjavën. Do jenë më të lirshëm nga puna, më të lirshëm nga ekonomia dhe më të lirshëm në trurin e tyre për të bërë diçka që vërtet e meritojnë. Dhe do blejnë ndonjë gjë qefi për veten e tyre, pra mund të jetë një fundjavë investimi ndaj vetes. Kalojmë tek shenja e Peshqve. Për shenjën e Peshqve, kjo është një fundjavë deri diku zbulimesh, mund të zbulojnë gjëra që bëhen në rrethën e tyre të afërt, në rreth familjar, në rrethën e punës dhe mbi të gjitha në çift. Peshqit po lidhen me shumë njerëz dhe këto njerëz po i lidhin po në të njëjtin, le të themi, rreth, ku mund të zbulojnë gjëra po për njerëz të afërt. Kështu që deri diku janë në një vorbull ku çdo gjë rrotullohet rreth tyre dhe çdo informacion rrotullohet rreth tyre. Mund të jetë një fundjavë interesante, një fundjavë bisedash, informacionesh, qartësimesh për informacionet e gabuara që mund t'jem thënë dhe mund t'jenë dhënë, por deri diku është një fundjavë ku mbi mendimet e tyre dhe intuita e tyre merr një përgjigje. Ndërkohë, nëse pyesim për karrierë, punë, janë në sferë të qëndrueshme, pozicioni i tyre është deri diku stabil dhe i palëvizshëm, kështu që për të gjithë peshqit që ndjehen mbase të pasigurt, duhet të ndjehen të sigurt për atë që bëjnë dhe për punën që kanë. Kështu që më shumë ti dedikimin duhet kenë ke çiftet dhe ke dashuria. Super. Faleminderit shumë Yzgen për gjitha detajet që ke ndarë me ne, për të 12 shenjat e horoskopit, fundjavë të mbar. Shumë faleminderit dhe fundjavë të mbar gjithashtu. Bukur, shkojmë tani në pak fare reklama për të kthyer më pas me prezantimin e temave dhe mirëpresim Marion edhe Klaudian.